Edhe hëna e ka gjetur qytetin e Vlorës në një kaos sa i përket trafikut rrugor, sikundër ndiqni pamjet në ekran. Rruga bregdetare lungomare, gjatë kësaj të hëne, në orët e paradites por edhe mesditës, ka njohur një trafik të rënduar, sikundër po ndiqni nga pamjet në ekran, me radhë kilometrike. Shkak i trafikut të jetë rënduar ka qenë puna për asfaltimin e rrugës Unazës. Pikërisht në Vlorë punët bëhen gjatë ditës, kur fare mirë, rruga mund të asfaltojë në mbrëmje, në orët e vona të natës, për të mos sjellë kështu pengesë në qarkullim, pasi kaosi ishte i pashmangshëm gjatë kësaj të hëne në nisje të kësaj jave. Në fundjavë, televizioni 6+1 Vlora e paralajmëroi këtë situatë, teksa edhe burimet konfidenciale nga firma e ndërtimit që po shtron rrugën konfirmuan faktin se asfaltimi do të hidhej 2 ditë më vonë, thëndryshe këtë të hënë dhe të martë, ku pritet që edhe ditën e martë qyteti i Vlorës e kryesisht në rrugët bregdetare të tij të jetë në një kaos të vërtet. Ashtu si kundër ndodhi këtë të hënë. Në fakt, punimet për asfaltim duhet që të zhvillohen gjatë natës për të mos sjellë pengesa dhe vështirësi në qarkullimin rrugor, duke qenë se jemi në sezonin turistik dhe ku vetë qytetarëve të Vlorës, qyteti është i frekuentuar edhe nga shumë qytetarë të ardhur nga rrethet tjera të vendit apo edhe të huaj, të cilëve u është sosur durimi në trafik gjatë kësaj të hëne. Po ashtu, ka munguar nga institucionet një njoftim zyrtar për mbyllje në rrugës Unazës për shkak të asfaltimit, që ka thelluar edhe më tej kaosin në trafikun rrugor.